sa e rënd mund të jetë situata e rënjes së NATO-s, de facto dhe de jure si shteti. Unë do të bëj një pyetje. Në qoftë se Rusia, siç po duket, e ka fituar luftën në Ukrainë. Mirë, nuk është e thënë. Nuk është e thënë, se beson ti këtë gjë. Jo, nuk e besoj. Se unë do ta çojë një çik më tutje. Do pyesja në qoftë se Rusia çmendet, se unë kam dëgjuar dhe po them projektime që përplasje me Gjermaninë, nuk është e largët. Në qoftë se Rusia sulmon sot një vend të Bashkimit Evropian, Gjermaninë ose ku diun, Gjermania po kthen shërbimin e detyrueshëm ushtarak. Nuk duket fort rastësi. Pikërisht prandaj po të them. Në këtë moment që flasim ne, një vend i Bashkimit Evropian ose i gjithë Bashkimi Evropian merr si të duash ti në bazë të dënave që ke. Sa muaj luftë mund të bëj me Rusin përpara se të mbarojnë plumbat? Përpara mos ketë më plumba. Unë di që mund të jetë disa muaj luftë. Në krye të 3-4 në një familje shqiptare që ruan nga 97. Në krye të 3-4 muajve s'ka më plumba. Po ja të jap një shembull unë ty. Për shembull, me sa di unë, Italia sot që flasim, edhe pse ka qenë prodhues tankesh deri para pak kohësh, mund të ketë rreth 145 tanke në aktive. Qesharake, ndërkohë që 150 makina si janë asë rrotull pallati, janë më shumë. Po Polonia ka rreth 1000. Po problemi i Evropës ka qenë ky që në Evropë mbas viteve 50 në efektin e paqes së siguruar në Shtetet Bashkuara të Amerikës që investu për shtetin social. Po, edhe deindustrializimin pastaj të deindustrializimi është diçka tjetër, por investu për shtetin social dhe praktikisht është një shembull që të jepet, një shembull banal që t'japin kur je student ti ekonomisë politike, që është trade-offi mes gjalpit dhe topave. Bëhet një grafik, bëhet një kufizim bilanci, një hipotenuzë dhe ti do lëvizësh sa topa ose sa gjalp do përdorësh dhe është trade-offi është ky, mbrojtje pa buk. Pa si do ta mbash atë edhe gjalp një ekuilibër, edhe gjalp edhe topa. Vendet më të rrezikuara janë vendet balltike. Unë nuk e di nëse ti ndjek besoj filmat, po një pjesë e mirë e sidomos e filmografisë disa vendeve, TV show-ve që janë marrë me spionazhin, kanë spostuar fokusin në këto vitet e fundit në temat që kanë bëjnë me Rusin. Atje në vendet baltike. Po, për shembull ka pas disa filma spionazhi, ka qenë një Berlin File, më duket që merreshe me spionazhin në vendet baltike, sepse jo Ukraina, por vendet baltike kanë qenë më të rrezikuara dikur. Për analogji, në luftën e dytë botërore u pushtuan fillim Bashkimi Sovjetik u fut në Poloni, mori atë copën e vet të Galicisë dhe pak më vonë, pra në vitin 40 mos gaboj, pushtoi vendet balltike që inkorporoi. Jo Finlandën, vendet balltike. Tre republikat. Tre republikat janë sepse nga pikpamja gjeografike është një ai që quhet është Suwalki Gap. Është një territor diku aty nga me Polonia dhe Bielorusia që lidhet direkt me Kaliningradit. Megjithatë, të jap disa shifra. Në luftën e dytë botërore, Gjermania ka sulmuar Bashkimin Sovjetik me 3 milionë gjysmë ushtar. Për sulmi i parë. Operacioni Barbarossa. Pra, 3 milionë gjysmë ushtar. Vetëm sa për nisje Viola. Jo sa për nisje, po kjo ka qenë pak a shumë efektive, aq ka qenë 3-4 milionë. Për hapje, në Italia sot 147 tanqe. Po e dramatizojmë çik shumë me humor kohë pas kohë. Jo. Ti ngëlloni zi humorin në tilla tema, po. Megjithëse Gjermania gjatë gjithë luftës nuk e di a ka pasur më shumë se sa 10.000 tanke gjatë gjithë luftës, sepse nuk ka qenë luftë edhe aq mekanizuar saçi mendojmë, ka qenë akoma lufta me kalit me karrocës. Po. Megjithëse ka qenë mekanizuar, po jo aq shumë saçi mendohet, saçi fantazojmë ne. Me 3 milionë gjysmë ushtar, po. Me 3 milionë gjysmë ushtar. Dhe sot kam përshtypjen që në Ukrainë përballen diku ke 200-300 mijë ushtar. Nga dyja palët, më duket se sot e kanë të vështirë edhe Ukraina dhe Rusia që të organizojnë 1-2-3 armata për shembull. E kanë teknikisht të vështirë. Vështirësia është edhe nga ana e Rusisë, ne mendojmë që padyshim. Një pyetje kam. Trumpi pse se ndaloi luftën?
se ka instrumentet për të ndaluar luftën. Okay. Nuk posedon instrumentin për të ndaluar luftën me Rusin. Lufta me Rusin si mund të ishte ndalur është e vështirë ta themi. Ka pas tentativa për të ndalë luftrat me Rusin ose për t'i bërë presion Rusisë, por në atë sferë ose në atë zonë gjeografike është parë si e pamundur ose se tush vendosmëria e Rusisë për ti si ndërmarr ose për ti mbajtur operacionet ushtarake në këmbë ka qenë më e madhe se sa vendosmëria e Shtetet e Bashkuara për të futur në një konflikt potencial me Rusin. Edhe këtu kam parasysh për shembull Gjeorgjin. Rusia ka mbajtur një gjendje ekuilibri, tensioni mes Azerbajxhanit dhe Armenisë. Po. Vetëm me ardhjen me daljen në skenë të Turqisë dhe me tentativë dhe me përpjekjet turke gati të suksesshme për të bërë diplomaci rajonale, Azerbajxhani u arrit të armatosej dhe të kishte një teknologji aq përparuar. Për herë të parë përdorimin e dronëve në mënyrë masive është bërë në mënyrë shkencore, le të themi se dronët janë përdorur në Siri, në luftën me ISIS-in, për aty u improvizon. Po pastaj u përdorën në mënyrë shkencore në Azerbajxhan, gjë që i dha Azerbajxhanit edhin teknologjik. Edhe kjo lufta në Ukrainë quhet luftë e dronëve në fakt, është risi teknologjike. Lufta e Ukrainës ka një veçori sepse me që po flet lufta. Në të gjitha konfliktet, po ta marrë që nga periudha e mesjetës, ai sa ka mund dieni, ndofta mund të jemi gabuar, po sa ka mund deri flas deri në afërsi të luftës parë botërore kanë qenë konfliktet gjithmonë kanë qenë dhe janë imagjinuar dhe kanë qenë të shkurtra. Sepse lidheshin me sezonalitetin, fillonin pranverë, mbaronin në verë, lidheshin me prodhimin, me korrjen e grurit. Po dhe ishin kushtueshme, nuk e përballoje dot për një kohë gjatë. Nuk përballoheshin dot, pavarësisht se profesionalizoheshin, shtetet i kishin vështirë dhe u bën më të kushtueshme dhe praktikisht sa më shumë kushtonte lufta, aq më shumë dështonin edhe organizimet politike shtetërore derisa ingloboheshin në perandorim në formacione politike më të mëdha. Po kjo është çështje tjetër. Po edhe lufta parabotërore është imagjinuar si luftë e shkurtër. Një 6 muaj mendoj që do të zgjaste. 5-6 muaj konflikte, sepse kishte pas dhe konflikte teknologjike që kishin zgjat shumë më pak zgjati lufta ruso-japoneze, pak zgjati lufta e parë ballkanike këtu. Që ishte luftë edhe teknologjike ka qenë. Do vim në Ballkan, po prit. Moderne etj. Dhe ajo zgjati 4 vjet. Lufta e dytë botërore 6 vjet. Zgjati 6 vjet edhe pse nuk ishte aq problematike sa lufta e parë në kuptimin e bllokimit, sepse praktikisht lufta e parë botërore të paktën frontin perëndimor arriti në një pikë jo lëvizje ku fronti lëvizte me 100-200 metra. Lufta e parë botërore. Për vite muaj të tërë aty në. Edhe praktikisht përfundojnë Ballkan, po kjo është çështje aty fillimi i fundit ishte Ballkani, po kjo është çështje tjetër. Sot në që jemi në Ukrainë, të paktën nga ajo çka shohim, çfarë po arrim të kuptojmë, është që jemi gati në kuadrin e një impasi ose bllokimi teknologjik, pasi dronët sot po luajnë atë rol që luante dikur mitralozi në luftën e parë botërore. Pra ka një fuqi stopimi zjarrit të atij që të vjen, të atij që të sulmon, e cila se tush nuk përputhet me pra ti nuk ke kapacitet ofensiv që ta tejkalosh mbrojtjen e kundërshtarit. Pra praktikisht atë që e bëri tanku dhe aviacioni në luftën e kombinimi, tank aviacion në luftën e dytë botërore, sot ti nuk e ke atë lloj luksi. Pra sot është e vështirë, fjala vjen sot është e vështirë që të përqendrosh trupa. Nëse ti do të bësh një ofensiv, logjika është që raporti sulm mbrojtje duhet të jetë 1-3, 1-4, sa më i madh, sa më shumë forca të kesh të përqendruara në një segment të frontit që ta godasësh, aq më shumë probabilitet fitore ke. Dhe sot ti nuk arrin dot ti përqendrosh. Keni dëgjuar lajmet që rusët sulmojnë me monopatina. Qysh me skuter? Me skuter, po ke mund të gjesh. Çe janë sportiv këta?
Ti ke dhe unë luftë se ka dhe unë një skuter aty. Ke pamje sot që qarkullojnë. Edhe I çifte kam. Në Telegram, në YouTube. Ke legalizuar besoj ose në Instagram të forcave ruse që sulmojnë o me motor, o me quad, o me makina golfi. Me monopatina, edhe me 2 veta me monopatin. Edhe 2 veta si. Ja rikthyn luftën e parë botërore ata. Një çifte 4 veta. Ideja është nga që ti nuk e nga që një pyetje golfin kush e ka prodhuar? Gjermania. Jo makinën e golfit. Okay. Aha, okay. E interpretova si mark. Edhe unë e kuptova sikur te Volkswagen. Se më duket si kështu. Makinat Gjermania, Rusia. Jo. Edhe unë këtë mendova, po. Makinat e golfit. Po praktikisht ideja është ti nga që nuk I përqendron dot trupat, çfarë do bësh do përdorësh teknikën e infiltrimit. Teknika e infiltrimit është përdorur në luftën e parë botërore. Edhe ku kishte se po bëj shumë teknike, po vlen këto paralelizmat ku kishte stormtroopers që kanë qenë gjermanë, ka qenë arditit në Itali, ka qenë disa individ të cilët nga halli u specializuan në infiltrime. Çfarë nuk kuptonte infiltrimi, luftën e parë. Ishin grupe 10-12 veta që përdornin pistoletën, sepse ishte me repeticion, Nagant ose në Browning, në gjë me repeticion, pistolet me mulli, po të flasim, është e kohës. Dikush përdorte topuz. Si topuzet mesjetar. Disa përdorin italianë përdorin thika. Francezët përdorin lopatat e vogla të kampit dhe të gjenjerëve. Në brez kishin 2 ose 3 bomba. Çfarë bënin këta që futesh tash? Dhe këta infiltroheshin në për transhet, në mënyrë që të krijonin atë shokun e parë dhe më pas të fillonte sulmi. Dhe kjo ka qenë teknikat e infiltrimit. Sot po I bëjnë me skuter tash. Sot po I bëjnë me skuter. Më kujtua diçka shumë interesante që lexova para pak ditësh. Kjo s'ka të bëjë me infiltrimin, me pajisjen, me këto armatime të ndryshme, por kishte të bënte konkretisht me spionazhin. Në mënyrë që ta bënin sa më të thjeshtë procesin e spionazhit, këpucët kishin një lloj forme që të ngatronte pjesa e I kishin bërë mbrapsh. Po, I kishin bërë. Që duket sikur ti po ikën, jo po. Po më duk shumë interesante, thash pse jo ta ndaj. Ajo është klasike, është përdor gjithmonë për të mbuluar gjurmët që në kohë të lashta që njerëzit lidhin nga mbrapa deg pemësh. Kush ka qenë spion, ti shohim nga këmbë. Dgjoj, unë do të pyes ty, po do të pyes do ulet çmimi I naftës, se Trumpi ka thënë që prit një sekond. Ka thënë që synojnë që me rezervat e më të mëdha në botë që janë të Venezuelës, të ulet deri në $50 për fuqi shalla, se na mbyti, dhe e dyta kur do filloj lufta në Ballkan. Duhet ulet çmimi, duhet ulet akciza. Nafta është e ulët. Mirë, do flasim. Dhe kur do filloj lufta në Ballkan? Ka shumë të drejtë për drejta sot pyetjet e Goni. Kur fillon lufta e tretë botërore? Kur do sulmoj Serbia ose ndonjë shtet tjetër që është I lidhur me Rusinë, dhe a kemi ne kapacitete që t'i përgjigjemi luftës, se me këtë justifikimin që jemi me NATO, ja NATO po ikën, do prishën në Danimarkën, s'ka më NATO, iku NATO. Kështu që po përpara se të përpara se të shkojmë te nafta dhe të vim te Ballkani, Viola, do ndjekim sugjerimet, librat e leximtarit për javën dhe rikthehemi, mos u largoni sepse shumë për pak sekonda rikthehemi.